U nënshkrua këtë të martë në Pashaliman në Vlorë, memorandumi i bashkëpunimit mes gigantit italian të industrisë detare Fincantieri, kompanisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes Caio dhe shkollës industriale Pavarësia në Vlorë. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, ku shpreh se industria ushtarake në Shqipëri po rilind. Rama tha se ky bashkëpunim krijon 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar dhe janë të mirëpaguara. Ndër të tjera bëri me dije se kompania Fincantieri do të organizojë trajnime, ku nxënësit e shkollës industriale Pavarësia do të kenë mundësi që sipas programit dhe përzgjedhjes të shkojnë në kantierin e madh në Itali dhe aty do të punojnë me mjeshtrit që ka kompania. Janë 500 vende pune që krijohen në këtë territor nga ky partneritet dhe siç e tha edhe administratori i përgjithshëm, janë 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar, që kërkojnë ekspertizë. Janë 500 vende pune të mirë paguara, janë 500 vende pune në këtë sistem të ri që po ndërtohet, dhe duhet pas parasysh që të gjithë ata të cilët do të përfshihen në këtë sipërmarrje nuk do të jenë thjesht njerëz që zotrojnë një zanat, por do të jenë njerëz që do të shikohen edhe nga ana e figurës tyre, kështu që në një kuptim shërbimi në këto sipërmarrje është një shërbim që ka një komponent të pa tjetërsueshëm patriotik. Dhe unë besoj se këtu në Vlorë dhe në shkollën industriale Pavarësia ne i kemi burimet njerëzore me të cilat do të filloj puna. Kompania Fincantieri do të organizojë programin e vet të trajnimeve në burim, pra nxënësit e shkollës sipas programit dhe përzgjedhjes do të shkojnë në kantierin e MAF në Itali dhe aty do të punojnë me mjeshtrat që ka kompania. Mëtej, kreu i qeverisë theksoi se këto investime të mëdha vijnë për shqiptarët dhe për ata që duan të punojnë.